I gjithë grupi parlamentari Partisë Demokratike Qarku aktual nuk do t'jetë pjesë, pra grupi aktual i deputetëve nuk do t'jenë të reflektuar në listat e kandidatëve për deputet për legislaturën e re, do t'jetë të moralizoti, Edmund Haxhinasto i Partisë së Lirisë, Klodiana Çapja, Blendi Himçi dhe Aurel Bylukbashi, emrat të cilët do t'jenë në listën e mbyllur të Qarkut Elbasanit, duke lënë në listë të hapur një pjesë për emrave të të rëndësishëm, si që është Lefter Gështenja, dhe me këtë vendim për të lënë në listë të hapur, ka sjell edhe largimin e deputetit Dashnor Sule, i cili përmes një reagimi të ashpër në fakt në rrjetet sociale ka thënë se nuk është përfshirë në listat e mbyllura pikërisht për faktin se është skapist sipas tij. Ndërkohë në Qarkun e Shkodrës, emrat që pritet të jenë në listë të mbyllur është Luciano Boçi, Greta Bardeli, Ramadan Likaj dhe Kliti Hoti. Ky mund themi që ishte vetmi emër i ri surprizë që nuk përflitej në korridoret e Partisë Demokratike përgjatë ditëve të fundit, kur edhe është diskutuar lista e kandidatëve për deputet, ndërsa të tjerë emra të cilët mbase ishin përfolur për qenë pjesë e listës së sigur, sikurse është emri i Shkruebashkiakut Bart Spahia, pritet që të jenë në listën e hapur. Për Qarkun e Lezhës, Agron Gjekmarkaj dhe Elda Hoti do t'jenë në dyshen e fiksuar të listës së mbyllur, pra sepse në Qarkun e Shkodrës, pra në Qarkun e Lezhës vetëm dy emra mund t'jenë në listë të mbyllur, ndërkohë që në Qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj, Atirt Hoxha, Ina Zhupa dhe Evangel Dule është lista e kandidatëve në listë të mbyllur. Qarku Dibër, Xhelal Mziu, Denisa Vata. Për Qarkun e Kukësit vetëm një emër çohet në listën e fiksuar, pasi pjesa tjetër do t'jenë në listën e hapur dhe do duhet të luftojnë për vota preferenciale, është Flamur Hoxhaj. Në Qarkun Qorokastër po ashtu e njëjta situatë Ritan Sheu, dhe në Qarkun Berat Eno Bozdo dhe Zia Ismaili janë këto emrat të cilët do t'jenë në listën e fiksuar të kandidatëve për deputet, duke siguruar një vend të sigurt në legjislaturën dhe parlamentin e ri. Ajo që vlen për të theksuar është se me interes janë edhe listat e hapura, pasi do të mbetet për të parë se cilët janë ato emra potencial që mund të marrin vota për të bërë të mundur marrjen e mandatit të tyre. Bie në sy për shembull emri i Alatit të Shpëtimit Drizi, i cili ka vendosur që në vend të tij në listën e sigurt të Tiranës të vendosë Mesila Dodon dhe vetë të luftojë për një kandidat në zonë të sigurt, ndërkohë nga ana tjetër ka një sër emrash tjerë siç është Gjingjoni, ish gjyqtari i cili u shmang vettingut që po ashtu në Lezhë do të provojë veten se sa është mbështetja për këtë të fundit dhe në rast se do të arrijë të marrë një mandat deputeti, dhe gjithë lista e kandidatëve për deputet pritet që zyrtarizohet pas pak minutash, kur edhe Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, i cili për pak momente edhe do të mblidhet të votojë për listën e kandidatëve për deputet. Ka patur diskutime edhe në mbledhjen e kryesisë zhvilluar pak më herët, sidomos për listën e Elbasanit, ku është diskutuar nëse duhet të ishin këta emra apo emra të tjerë, megjithatë këta janë propozimet e kryedemokratit Berisha që do të vulosen pas kryesisë edhe në Këshillin Kombëtar për të dorëzuar më pas zyrtarisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve brenda afatit, sepse mesnata e sotme është edhe afati përfundimtar kur palët do duhet të dorëzojnë edhe emrat e kandidatëve për deputet. Ajo që është vërejtur është se më të kënaqurit nga kjo listë dhe kjo armat kandidatësh për deputet janë aleatët besnik dhe figurat besnike të Partisë Demokratike ndaj Sali Berishës, të cilët kanë siguruar një vend në listën e mbyllur. Po? Daniela, ndërkohë ti e the, po duhet ta potencojnë pak pjesën e kandidatëve që do jenë në listat e hapura. Pra pritet të zyrtarizohet pas pak, apo është mbyllur procesi i diskutimit edhe i tyre dhe do të marrë aprovimin përfundimtar nga Këshilli Kombëtar? Në mbledhjen e kryesisë është mbyllur dhe më pas do të jetë Këshilli Kombëtar që do t'i japë edhe vulën e fundit. Por gjithnjë në këto procese, pra në proceset kur zbardhen edhe listat e kandidatëve për deputet,
Në këtë rast, me rëndësi, ishte lista e mbyllur, sepse ajo do të ofroj automatikisht mandatin e deputetit për emra që do t'jenë pjesë e listave të fiksuara, ndërsa lista e hapur pastaj është, po themi, në diskutim nëse emra që do t'jenë në listën e hapur do të marrin apo jo mandatin e deputetit, sepse kjo do të varet së pari nga vota që do të mblidhen nga partia, pra sa mandate do të arrijë partia që të marrë, e nga ana tjetër edhe se sa do të jetë numri i votave që do të marrin secili prej kandidatëve që do të renditen në listën e hapur. Daniela, të falenderoj për gjithë këto detaje, do lidhemi përsëri bashkë më pas, por do të shkëputemi në një hapësirë me reklama dhe rikthehemi përsëri transmetimet tona të drejtë për drejta. Jemi duke pritur edhe njoftimin e kandidatëve zyrtar që do ketë Partia Socialiste në 11 maj. Shkëputemi vetëm pak minuta, por qëndroni me Report Televizion, pasi do ndjekim gjithë zhvillime edhe nga Selia Roz.